Gëzuar festën e gruas. Gëzuar, dhe jo vetëm nënave, por grave, beqare dhe jo vetëm. Kjo është festa në Shqipëri, është festa e nënës, por në botë është festa e gruas dhe nuk e di, nuk përndes ka qenë më të fortë në natyrë, në këtë botë më të fortë se gruaja. Unë jam shumë krenare dhe lumtur që jam grua. Nuk e di, për mendimin tim gruaja ka një burim të brendshëm nga shpirti dhe nga trupi për të qenë e fortë. Mund të jetë e brisht, e fortë, mund të jetë e delikate, por prej hekuri, mund të jetë e thyer për të çaj malet, nuk e di. Gruaja është që një e zakonshme dhe jo vetëm 8 marsi, por mendoj që gjithmonë duhet festuar. Unë do dal, jam përgati. Po preset e Gjulien, do i blem një dhuratë mamit, për unë kam, nuk e di, një admirim të veçantë për mamin tim, për gjitha nënët, po si çdo vajzë për nënën e vet, mendoj se ka kaluar lufta të jashtëzakonshme dhe meriton të festohet çdo ditë dhe jo vetëm dhurata për 8 marsin dhe përpiqemi ta bëjmë krenarin dhe të lumtur çdo ditë të vitit. Gjithsesi, duke qenë se është festa dhe meriton pak më shumë vëmendje, do i blem një dhuratë dhe duke qenë se motra ime minjake është nën për herë të parë, unë me Ronaldo kemi vendosur ta çojmë për sushi, që në muajt e fundit të shtatzanis kishte neps për sushi, donte i haj, por nuk e di pse nuk bëj asnjëherë mbar, kështu që do e çojmë për sushi. Është edhe tregu sot për bler gjëra. Nuk e di sa kam pa dal për të shkuar për bler gjëra në treg. Realisht kam shumë kohë. Marsin, unë jam këtu për presën. Si për herë pak me vonesa, erdhi. Sa bëja unë një vlog për ta sharë, por ja sa për të sharë në vlog. Gëzuar festën e mamit. Arë për gëzuar festën e mamit, biri? Gëzuar festën e gruas. Oj, pas ke veshje lek dhe qotezja vetë. Dyra thjesht uroja gëzuar festën, kur do ta shihni këtë vlog, dijeni vlerën e vetes tuaj dhe mbi të gjitha jepni rëndësi vetes tuaj, mendjes tuaj, zemrës tuaj, se çdo gjë tjetër pastaj will follow, do vi pas kësaj. Gjithmonë rëndësi vetë. Shihemi në vlog, në vazhdim. Unë i bleva Xhulit një dhuratë. Si festa e parë e mamit. E anche qui c'è la garanzia, eh? Vai, perfetto. Ce la faremo. Ce la farà la nostra eroina. Queste unghie che ti trovi. Ecco, l'unghie lunghe ci fa male questo lavoro qui. No, invece vi dimostrerò che no. Ah, brava. Guarda. Grazie. Sai buco. Këto ja bleva mamit dhe unë dhe Gjuli, ka nga mami. Që ti mbaj dhe mos ti qi, se ka fiksim. Gjelsi! Qëllua me disa goca sa vjeç mendoj që duhet të flokun. Uj, si do shika? Shumë bukur e ke. Sa vjeç mund të ishën ato goca? Ma adoleshente, 15. Jo, 13-14 japun, që dhuronin mimoza zonjave më në mos, në pyjave sa dhe bot. Po, tipo, mbi 50 e sipër. Pa, sa 50? Po, ishin veshur me atë Girl Scouts, tamam. Sa të mira kishin një ark me mimoza. Shumë të zëqme. Jej, Po që ishin italianë, më duken angleze. Amerikanë ishin. Se qa bëjnë Amerikanë tu i zotë e lipo? Arbori. Ku është arbori? Makinë të Ronaldos vetëm ylli është. Story. Hera e parë e arborit në sushi. A Gjulhami, si duket festa gruas me fëmijë? Giulia porosit dhe nuk e di që ka porosit. Wow, mamma! 12 pjata.
Ne dy me Peru, Giulia, hajkla. Pas gjëna po. Jo me tuna, të morë 2, jo 1. O gjë nga që ka mendu që e ha dhe ti. Faccio la terrore. Në provojmë to. Po ti ha vetëm pjesën poshtë edhe ja. Ma të ta 2. Po kështë ka dajë ti po çaj. Nuk e di edhe ti. Çaj kështë ka dajë. Ti pare che So, ma lavoro qua? Normalisht nuk mund të rria po e bërë një dhuratë vetes time. Do blej make-up. Do blej make-up sepse s'kam një 2 gjëra. Edhe më duhen. Erdhëm. Këtu janë të vetmet produkte të Elfit në Itali, qofse s'do t'i porositis online edhe. Elfi është i mirë dhe i lirë. Heaven. Sikur ta ndjeni të erën sa herë mirë. Qëla, erdhëm. Mua më duhet bronzer. Pa gjej. U mërzita se nuk gjeta çfarë doja. Nuk e gjeta çfarë doja. Kjo tha nuk e bëjnë më. Shof mos e gjej online, themi drejtën. Sepse më duhet. Tani që jam te clean ingredients. Gjule shkrej ndërkohë ka arë për në kraj që më pleqë. Nej, se si 8 marsi ishte super okej si ditë. Pak të ndëri tani. Ai, së bukur, së bukur. Fiksim. Nuk mund të kalohet normal gjithë dita jashtë, edhe me dhurata, edhe me gjëra. Duhem bërë edhe gjërat e shtëpisë. Unë urrejt palos robot. Shqyrë të ekziston lavatricia, tharisja. Duhet gjithë diçka për ti palos. Akoma më keq t'i vesh në përvende. Unë nga që urrejtive në përvende, njerëz nuk e kene idle. Sa rroba! Kam përtërgullu gjithë dollapin tim, i cili po më vërtet me të madhe, po qanë, hajde, më rregullo. Janë gjithë vjesht, dimër, rasa ty. Merë, pa nuk i kam vendosë në përvende, ka minimumi 3 muaj që thjesht fut, mirë që e di çfarë veshësh kam dhe kontrolloj, për shembull kërkoj këtë, kërkoj ande, edhe pse ndonjëherë rastis vesh gjithmonë të njëjta gjëra sepse thjesht nuk e kam idenë ku i kam fut. Nuk e di pse jam kështu. Por unë zakonisht jam e rregull. Çdo muaj dollapin tim e kam për detyrë, edhe të Ronaldos e kam kështu me veten tim të rregulloj. Kësaj herë ndoshta nga që edhe kam lëviz, edhe kam qenë edhe me Xhulin, shkoja më shpesh për Arbrit. Mami ka pas më shumë punë se ç'duhet, nuk e di, po kësaj herë që kur ka hyrë janari, ja kam varë totalisht dollapeve dhe është diçka që s'mundem, se lejoj dot. Sos po bëj gjë sepse 8 marsi, thjesht do palos këto rrobat që mora nga teli edhe kaq. Ndërsa për darkën çoft çfarë do bëjmë. Por nesër, nëse s'del ndonjë gjë, ndonjë plan i papritur, se në plan nuk kam gjë, nëse s'del ndonjë gjë, realisht sinqerisht do merrem me dollape, do jetë aktiviteti im i ditës. Do vendos ndonjë gjë në kompjuter, Friends, ndonjë televel, muzikë, ndonjë film easy cheesy që thjesht ta kuptoj, nuk kam nevojë ta ndjek, sepse realisht se di domethënë. Kam sikletë edhe t'ju tregoj. Nuk më ka ndodhur ndonjëherë si kësaj herë. Jo thash. Se çam ka ndodhur, me siguri nga që është jeta ka marrë një vrrull pak më ndryshe, nuk po mbërthehet ky i punës pa Ronaldos. Ta palosim kështu. Mirëmëngjes. Ndërkohë është Arbri aty që thot me kë po flet thot, se vetëm mua më ke këtu me këtë jetë po flet. Po flet me shoqët e YouTube-it më mam. Po, të shoqët e YouTube-it. Ato që nuk kam parë akoma vlogun e fundit, nëse se keni parë shihni. Ky ambazhuri që ta dini është preferuar i Arbrit. E ka shumë qef, unë po bëj një kafe, sepse s'kam pirë akoma kafe në mëngjesin, sepse mora me Arbrin. Edhe ky Arbri mund të kaloj orë duke e fiksuar këtë ambazhurin. Nuk e di pse.
Është aty poshtë, ajo e vetja të këtëri. Tërkoj që unë po të bëj një kafe, sepse ke që bëjmë dhe me thëmë. Përshia tani Arbin që është me një çorape dhe mbaj mend që kusha e vogël kur ishim atje në Shqipëri, thonin gjithmonë kur je me një çorape, do të vdesi partnerja, burri, gruaja, whatever, varet nga gjënia që ishte. E hoqë mu mam, o deksa mami për ty. Ka filluar Arbi tani është në atë moshë që i kam gjitha gjërat edhe heq atë. Jo mu mam, duhet të jesh e vëmendshme se i heq dhe i fut në gojë gjitha. Jo mu mam, edhe gjithmonë gjitha gjërat që bëj janë nga dalësu me 10 fish, sepse i kam sytë gjithmonë nga Arbi dhe bëj gjërat me i dorë. Po, mu mam. Ka shumë që. Dhe të tërgoj e lullet që më ka sjellë mami, ti të goj një sekund. Hej, erdhe mami. Po. Nga humbe moj. Ja, bëra mami që kafe. Po ke heq çorapen ti. Pse ke heq çorapen? Pse ke heq çorapen? Unë zakonisht në shtëpi nuk i vesh çorapet, jam e sinqert. Dhe kur dal, ja ta vesh mami tani, dhe kur dal nuk ja vesh sepse te pellushi që i vesh zakonisht është shumë ngrohtë, por sot ishte si freskë të urësjova. Kur urësjova ai, edhe thash hajde më, po ja veshim se si dihet ka pas edhe pak koll. Po ty po flas. Gjithmonë për ty flasun. Dhe është e vërtetë sepse nuk flas për gjëra tjera, po te fundit vetëm për çunin flas. Na mami, na. Na, wow. Nise, dhe të thoja që të kaloni një javë sa më të mbar, ne kaluam një fundjavë shumë të lezetshme, që pak e gjatë, ti me si gjerë kam filluar që kur ja zjatur ditët, që gjitha gjëra duken të gjata, fundjavat, javat, ditët, çdo gjë do të thënë, çdo gjë është më e gjatë se zakonisht. Një minutë. Ta mama, ja, duaj mami. Po, erdhoj mami! Por nejse, ka dhe lezetin e vetë se pak të mund të dalim, të shijojmë kohën, sepse ka qenë edhe diell, mbrëm, pero ka qenë një shi që dëgjoj nga brenda, domethënë nuk e di, mendoja se po të dilje jashtë, do të merrte ujë kështu rrëke, aq keq dëgjoj. Mirë për ata që kanë qenë jashtë. Edhe kjo na çon gjithmonë të kemi ato falënderimet tona, Zot falënderit për gjithë mundësitë që na ke dhënë, gjitha kemi shtëpi, kemi katani, jemi mirë, jemi shëndet, jemi bashkë. Po më ashtu është. Edhe po thoya që të paktën në fundjavë kur është kohë e mirë, bën gjëra, del, shëtit. Këtë fundjavë, që kur ka filluar Ramazani, faktikisht gjithmonë kam pasur ato orarin pak kështu, sepse duhet gjithmonë të isha brenda në shtëpi, brenda një farë kohe për të përgatitur iftarin. Kam bërë byre, kam bërë qoftë, kam bërë gjell, kam bërë disa gjëra alternativa të mundshme, që jam shumë e lumtur. Që, si thonë, domethënë nuk e mban Ramazanin, por të bësh për këpo agjeron, është po aq bekim edhe sinqerisht e mendoj në këtë mënyrë, edhe prandaj nuk kam fare as. S'besoj t'i peshoj dikujt, por pak në mua nuk më peshon fare, sepse e kam e vërtet shumë dëshirë. Po më mam! Njëroni rëmojën për sa të bukura që janë. Në futëm një vazë, prit mam, sa të bukura që janë seriozisht. Më pëlqejnë shumë. Po. Ndërsa ma shkëtë më thoni një lullet madhe gjigante të thoja. I kam vënd të dritarja tjetër, andej, që të bie dielli edhe duke në vërtet shumë e bukur, duke të përpjafon dritaren. Është më vërtet fantastike. Uroj që ju t'ja keni kaluar shumë mirë 8 marsin. Mua më dhuroj, këtë do e shini të ky vlogu besoj po, por biziluku që më ka dhuruar Gjenia ku është. Po, edhe tani po pi kafen, planet e mia për ditën janë. Të vë arburin në gjumin e paraditës, sepse po është gjumi. Dhe do rregulloj pak rrobat e djalit, sepse normalisht kam vënë 2 lavatriçe dje, edhe sa duhet i kaloj të gjitha rrobat. Plus kam tjera për të bërë, ka dalë dielli, por është ftohtë. Por të paktën nuk është shi, edhe nëse duhet dalë mbas dite me çunën, paktën dalë pa merak. Kështu që that's on that. Paktën kjo është gjë. Mei! Qa bën, baby?
ti? Qa po pret? Ha? Ajde, thuj qik që kemi ropëve. Se ka dalë djeli, Regjita i shi. Thuj qik që kemi. Sa e bukur jetë rëgë ropëve qa do të t'jeshe bukur nga natyra. Qaftë mira. O drit! Ha. Di, se mos rri një sekund brenda. Pastaj jam unë që sëri me ty. Kjo macja i mama. She cracks me up. Çfarë ditë e gjatë. Nuk e kalu shumë, është thjesht ora 12. Mirë mëngjesi. Falni, 11:30. Unë rrallë herë, po bëj skincare mbasi kam marrë punën, se zakonisht unë si marrë mëngjesin direkt skincare, po kësa herë dohet marroja punët. Që ngrit me ëndra. Tash gjenë, o mbaro punët, o bjerë e vdis. Dohet i marroj, nuk e di pse. Sepse mendoj, jo nuk e di pse. Sepse thash mbasi të marroj skincare njerëz, kam përtërgullu dollapin, një sekund t'ja tregoj. Një pjesë, është e turpshme. Është e turpshme. Thjesht, ju lutem. Si që shpjegova, nuk e di që më ka gjetë kësaj herë, por sot, oj bëj. Ka zjatë shumë edhe. Por, kam pas ka sinqerisht, por sot do merre me dollapin tim, ajo është thjesht një pjesë. Edhe do merr sepse mbi gjitha pavarësisht se bie shi akoma nuk më vishen më xhupat. Nuk grishen më paltot e trasha, kështu që automatikisht do ndroj në xhaketat e dimrit mirë gjeni? Xhaketat e pranverës, se nuk është unë nuk e dija kam thënë diku, por mua nuk më pëlqen Marsi. Marsi është, gjithë njerëzit kanë, është ai, keni parasysh si është ajo shpreha, se quhet që është depresioni sezonal? Ups. Unë nuk kam depresion sezonal në janar e shkurt si që kanë njerëzit, unë kam në mars. Ok, depresion është fjalë e madhe dhe I know better se sa të abuzoj me një fjalë, por realisht mua mërzitje nuk ma jep as janari as shkurti, mua mërzitjen ma jep marsi. Mua mërzitjen ma shkakton marsi, nuk e di pse kam të marrëdhënie kaq të keqe me marsi, më tha dhe Gjuli, ç'ne, tha marsi është muj bukur, do të thënë nuk është vapet mërshme, është pranvera, lullet fillojnë çelin, dita zgjatet. Nuk e duroj. Nuk e di pse marsi gjithmonë mua më ka sjell një lloj trishtimi, një lloj melankolie, dhe më duket se kam folur edhe disa herë këtu apo në rrjetet e tjera, edhe këtu po edhe në rrjetet e tjera, që mua marsi më shkakton një, nuk e di, nuk më pëlqen edhe okej, jemi 10 ditët e para, kështu që ka ecur më shpejt se zakonisht, por nuk e di, nuk më pëlqen. Si përfundim, nuk më pëlqen, është një diçka që është një muaj që do preferoja të kalonte më shpejt nga muajt e tjerë, nuk e di pse. Ndoshta pikërisht nga që zgjatet dita dhe më duhet më shumë kohë se tjerët të adaptohen me më shumë dritë. Nuk e di, nga që ndoshta dhe si person, si natyrë, pavarësisht se mund dukem shumë ekstroverte këtu, thellë jam introverte dhe më pëlqen siguria e dhomës time, e shtëpisë time, dhe më pëlqen që të jem më shumë kohë në ato timen. Them drejtën, dhe kam shiju këto 10 ditët e para, sepse pothuajse çdo ditë kam dalë me Xhulin me Arbrin të ec, dhe kam kaluar gjithmas ditën me Xhulin dhe Arbrin pikërisht dhe në diell. Po se di, themi drejtën, është pak jam shumë në kontradikt me Marsin. Shumë kështu, nuk e di. Nuk e di çfarë t'ju them, por di vetëm t'ju them që këtu në YouTube do knaqeni, sepse do postojmë sa më shumë vlogs. Nga që do jemi më shumë bashkë tani, edhe Arbri është më i rritur dhe Xhulia ka më shumë mundësi të regjistroj, kështu që me siguri ju do knaqeni. Jo dhe gjithë në top. Jo gjitha, disa. Kam akoma lart. Edhe këta anën. Por ato dy. Gjëra që janë gjithë triko, hoodies, gjëra, pero dimërore. I hodha të gjithë. Pa merak se lava qementot, prandaj thash sot është momenti, si qementot janë lara. Unë jam e lloj personi që
duhet pak të futem në moodin e për të bërë gjërave, po pastaj nuk na loj derisa i bëj si çdo unë dhe tjetë rezultati si çdo unë, për ndryshe nuk e bëj fare. Edhe me vërtet ndonjëherë duket sikur sot kush i bëjmë këto gjëra, por realisht unë i shoh si terapi. Ti rregulloj dollapet, rrobat e mia. Prandaj bëj muj për muj. Mbas si të marroj këto, do ham drek. Domethënë ose varen nëse Ronaldo do drek para, sepse është diçka ora 12:57. Kështu që do merrem me gjërat të Ronaldos, sepse nesër kam punë të tjera dhe do jem tër para ditën deri orarin e drekës do jem jashtë. Kështu që automatikisht rroba duhet mbaroj sot. Kam për të lexuar edhe një libër, kështu që darka do jetë dedikuar librit. Si që shifni, disa gjëra janë komplet të palosura, sepse si kam përdorur asnjëherë. Merr të parën që më dilte aty. Të ju them. Janari i shkurti, të merr ka gjëra. Për këto gjëra. Kështu që edhe nesër kam ditën e esër. Por, siç po ju thoja, unë me Xhulin do jemi shumë aktive tani dhe me vloget do e keni nëse s'gaboj çdo 3-4 ditë, praktikisht do i vinë 2 vloge në javë nga YouTube-i, edhe shpresoj që t'ju pëlqejë, shpresoj të na mbështesni, shpresoj t'i shikoni deri në fund, edhe t'i shpërndani me njerëzit e juaj, nëse mendoni që kaloni një kohë të mirë, marrni ndonjë këshill për diçka, sepse jemi njerëz të gjallë, sinqerisht, shkruaj Zotit, faleminderit Zot, edhe gjithë kemi nevojë për diçka, të dëgjojmë diçka që mund na relaksojë ose diçka që e thot dikush pa e ditur që ti ke nevojë ta dëgjosh edhe thua wow, kjo ishte gjëja që kam nevojë ta dëgjoja. Kështu që unë tani do merrem me këto. Punë e mërzitshme, por relaksuese, kam vënë Friends në kompjuter të më shoqërojnë, ta di që janë aty, më qetësojnë të mase shumë, kështu që faleminderit shumë që na ndiqni, që jemi në vlogun e radhës që do jetë ato premte në të shtuar.